Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri Urtësia në firin për në firin e Allahut Azza wa Jall. Kemi arritur tek pjesa e tretë, urtësia në thirrjen e muslimanëve tash. Kemi trajtuar në derset e kaluara për të krishterët, për jehudët, politeistët, mushrikët, idhujtarët, gjithë këta, dhe kemi filluar për davetin ndaj muslimanëve, dhe cilët janë ato shembuj që duhet mi thirr, do thot muslimanët, dhe duhet mi kategorizu, siç e di, muslimanët në muslimanët e devotshëm, muslimanët mëkatar, dhe normalisht daveti duhet jetë i ndryshëm. Dallon një musliman i cili është mëkatar me një musliman që është më i devotshëm. Dhe varësisht nga kategorizimet e njerëzve është edhe daveti. Kemi arritur tek disa shembuj, e ato janë inkurajimi apo dhe friksimi me përmendjen e kërcënimit me ndëshkime sipas mëkateve individuale, duke ja tregu do thot njerëzve apo muslimanëve se çfarë sjellin mëkatet individuale. Thot ky lloj davetxhiu e drejton ka ata që i kanë lënë pasdore adhurimin dhe Allahut subhanahu wa taala. Ja tregon apo i kërcënon me një aspekt, i frikson, apo një musliman që i le obligimet që ja ka bo, që i ka urdhru Allahu subhanahu wa taala, dhe ata nga inati apo qoftë nga mendje madhësia ndaj disa njerëzve nuk i kryejn obligimet karshi Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Allahu azza wa jall thot thuaj, nëse Allahu a merr të dëgjuarit, thot të pamurit, u a mbyll thot zemrat. Vaj halli, nëse ti mbyll zemrat, nëse ta mbyll zemrën Allahu subhanahu wa taala, mirë për ty. Mirë për ty. Që shkar me një hadith pejgamberit alayhis salam, që kush i lën 3 xumaja pa arsye, Allahu ja vulos zemrën e tij. Subhanallah, çështje e rrezikshme shumë. Nëse të vuloset zemra, është problem mu kthy pastaj. E ki shumë ma problem mu kthy sesa një person i cili e pranon mëkatin dhe lutet tek Allahu që mu udhëzu. Vazhdon ajeti, thot, pos Allahut, cili zot tjetër do t'u asjell atë. Shih se si u asqarojn faktet, e me gjithë këta ata nuk u avën veshin. Subhanallah, i thirr në rrugt Allahut subhanahu wa taala, ndërsa nuk ta varrin veshin ata. Pastaj vazhdon ajeti, thot, thuaj, më tregoni nëse dënimi nga Allahu ju vjen befas ose me parashenja, a shkatrohet kush tjetër post popullit mizor. Surat Al-An'am, ajeti 46-47. Nuk e di kur është vdekja, vllaja. Tash del, shkon e fal namazin e akşamit, dhe për një moment mundet me ta marr shpirtin Allah subhanahu wa taala. I hyp kerrit, tu shku në xhami, mund ta marr Allahu zgjel shpirtin, ku e din? Apo gjatë dersës të mund me ta marrë shpirtin. A ki kontroll me Allahun subhanahu wa taala? Nuk ki kontroll, vllaja. Andaj, me njëherë nisja, nëse ti nuk fal namaz, me njëherë nisja namazit, nëse nuk agjeron, kur është obligimi i agjërimit, me njëherë fillon me agjërim, me zekat nëse ke mundësi, krye, nëse ke mundësi haxhin, krye, sepse njëherë t'jipet mundësia, apo ndonjëherë t'jipet mundësia, dhe pastaj nuk hipet më. Thot Allah subhanahu wa taala, thot le të kanë kujdes, le të ruhen ata që i kundërshtojnë urdhrat apo rrugën e tij Muhamedit alayhis salam, se ata ka për t'i zënë një fitne. Një fitne këtu ku e ka përmendur Allah subhanahu wa taala, dhe kam i godit një dënim i dhimbshëm. E kam i zonë fitnja, kam i zonë telasha nëse i kundërshtojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam. Dietarët kanë thonë, subhanallah, këtu fjala fitne thot është për qëllim shirku, sepse njeriu mundet dikush mi ngrit argumentin dhe mi thonë kjo është sunet, kjo është bidat, kjo është kufër, kjo është shirk, me kundërshtu fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit alayhis salam, dhe me ra në shirk. Allahu na ruajt. Pikë tjetër është friksimi me përmendjen e përfundimit të shumë popujve që i kanë përgënjeshtruar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, mi dhon shembuj se çfarë dënimi kanë pasur popujt e mëhershëm. Ne kemi raste pejgamberëve të mëhershëm që na ka tregu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Thot Allah subhanahu wa taala, por edhe nëse të përgënjeshtrojnë ty, para tyre
patën përgënjeshtruar dhe pejgamber tjerë, thot popullin e Nuhut, populli Nuhut, Adit, Themudit dhe populli Ibrahimit dhe populli i Lutit, po ashtu dhe banorët e Medjenit që përgënjeshtruan edhe Musai, e unë jo besimtarve u pata dhëna afat, më pastaj u dhash dënim. E çfarë ishte ai dënimi im? Tash do t'i trajtojmë shembujt konkret të dënimit të Allahut subhanahu wa taala përballë përgënjeshtruesve, përballë popujve të mëhershëm që i kanë përgënjeshtru pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Një nga llojet e ndëshkimeve janë edhe këto: populli i Nuhut, Allahu te bareke wa taala i ndëshkoi me përmbysje popullin e Nuhut, që u përhap shirku, ishte shirku i parë në popull në këtë glob apo tek njerëzit, që u përhap në kohën e Nuhut alayhi salam. Thot çfarë? Atëherë ne me një shi të vrullshëm i hapëm, thot, qiejt, dyert e qiejve, dhe ne tokën e zbërthyem me burime ujë, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar Suratul Qamar ajeti 11-12. Me përmbysje Allahu subhanahu wa taala e shkatërroi popullin e Nuhut alayhi salam. Pastaj kemi Adin, populli i Hudit, Allahu ua dërgoi një erë, një furtunë të madhe, dhe i la të vdekur mbi tokë, sikur të ishin prapanicat e devëve të ulura, dhe thot furtuna shkatërroi gjithçka me urdhrin e Zotit të Madhreshëm. Pastaj kemi Themudin, populli i Salihut, Allahu u alshoi një zë të tmerrshëm, u coptoi zemrat e tyre, subhanallahu. Me zo, ushtria e Allahut është e ndryshme, vllazni. Allahu subhanahu wa taala mundet me të shkatëru me lloj ushtrisë, po qoftë edhe të vogla. Dhe kjo ishte me erë, me zë të tmerrshëm që ja u coptonte zemrat, e në gjokë se ata vdiqen të gjithë dhe u bën kufoma. Subhanallah. Një zë i tmerrshëm bëri që ata të shkatërrohen apo të vdesin. Pastaj kemi popullin e Lutit alayhi salam, që e përhapën homoseksualizmin. Dhe çfarë i bëri Allah subhanahu wa taala? E ngriti tokën, vllazni, lart. E ngriti tokën lart me gjithat popull, pastaj i përmbysi kështu. Ky është dënimi që ja dha Allah subhanahu wa taala popullit të Lutit alayhi salam. Dhe për këtë arsye, dietarët kur e kanë komentuar, kur kanë dhënë verdikte fetare, fetva për dënimin e homoseksualit, kanë thonë që duhet mu marë homoseksualin nëse vërtetohet me një mal të lartë, me një vend të lartë, dhe nga lartë të gjuhet poshtë dhe ta merr dënimin e merituar, mu ashtu që Allahu subhanahu wa taala e ka dënuar popullin e Lutit alayhi salam. Pastaj thot Medjeni apo populli Shuaibit u kanë ardhur re në qiell dhe u kanë lëshuar zjarr dhe flak. Zjarr dhe flak. Thot pastaj u ka ardhur një zë nga qielli dhe një dridhje nga poshtë prej tokës. Subhanallah. Dënime të ndryshme që të bën me menu që m'ju kthy fesë Allahut subhanahu wa taala. Kush do të na kishte treguar, a thua vallë do të na kishte treguar për popujt e mëhershëm historia? Jo, se ka shkëputje në histori. Zinxhiri është i shkëputur. Prej pejgamberit, prej Muhamedit alayhi salatu wassalam, e deri në ditën e Kiametit kemi zinxhir të pashkëputur, mund me gjetë. Ndërsa para Muhamedit alayhi salatu wassalam, zinxhiri është shkëputur i fesë tyre, i historisë apo ku e diune. Dhe më thonë, ky ummet është veçu me senet, ky ummet është veçu me zinxhir transmetimi, transmetoj filoni, deri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. A e keni këtë tek krishterët? A e keni këtë te jehudët? Nuk e keni. Shkenca hadithit është subhanallahu shkencë në veti, që kur studiohet, çudit se çfarë rregulla strikte kanë vënë për pranimin e lajmeve, për pranimin e habereve, për pranimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kemi faraonin dhe popullin e tij, Allah i plot fuqishëm, thot i ka përmbysur me çka?
me deti, me Musajin a.s. Apo e dini rastin kur Musa a.s. vetëm e afroi dorën e tij apo me shkopin e tij dhe u hap deti. Subhanallah, njeriu çka është ai. Subhanallah, e sheh mrekullinë përpara, e sheh detin përpara, gjithë ajo krijesë, gjithë ai deti. Dhe Musa a.s. vetëm me shkopin e tij e afron tek deti, deti hapet në mes. Hapet në mes dhe ai lloçi poshtë që është bëhet i terur, subhanallah. Dhe vazhdon Musa a.s. me popullin e vet dhe pikërisht ai popull, subhanallah, prapë ja ka kthy shpinën Musait a.s. Ndërsa nga faraoni u shpëtuan. Dhe faraoni me ushtrinë e vet e pa duke u hapur deti dhe u futën deti u futën. Dhe nuk beson la ilaha illallah. Çka është njeriu? Ku e qep shejtani apo nefsi i tij njeriun? Po e sheh mrekullinë e Allahut subhanahu wa taala dhe çfarë? Akoma nuk po beson. Allahu na ruajt. Dhe Karuni këtë popull e ka lëshuar toka së bashku me vendbanimin e tij. E ka lëshuar, e ka ngrënë toka. I katërt thot friksimi me kërcënim për dënim në të ardhmen në ahiret. Normalisht kemi shembuj konkret nga ajetet dhe hadithet e pejgamberit a.s. se çfarë dënimi i pret njerëzve që nuk i kryen urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij. Thot kërcënimi me dënim në të ardhmen në ditën e Kiametit është nga thënjet më të urta dhe më të mëdha me të cilat zbuten zemrat e të mençurve. Kur ti tregon dënimin çfarë dënimit pret në ditën e gjykimit, njeriu i shëndosh mendërisht e bën që të reflektoj ndaj këtyre gjërave dhe të kthehet në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Ti pendohet Allahut azza wa jall me gjithë mëkatet që i ka bërë. Edhe nëse je mbushur me mëkate, mos se hub ymytin apo shpresën tek Allahu azza wa jall. Se Allah fol shumë, me një hadith kutsi, thot Allah subhanahu wa taala, nëse robi im vjen me mëkate deri në kupën e qiellit, paramendoje gjithë ato mëkate, nëse nuk ka shirk, nuk më ka shoqëruar mu shok, nëse don Allah ja fal gjitha. Ky është Allah subhanahu wa taala. Andaj mos e humb shpresën, mos thuaj që unë jam i mbushur, i kaplum me mëkate dhe nuk po kthehem tek rruga e Allahut subhanahu wa taala. Jo, a je ti më i keq se sa disa mushrik më herët, i dhujtar që e pranuan pastaj islamin, që e luftun Muhamedit alayhis salam, a i luftove ti Muhamedit alayhis salam? Jo. Atëherë shumë më e lehtë është çështja për ty se sa për një person që e luftoi Muhamedit alayhis salam dhe pastaj u kthye, u pendua dhe fitoi xhennetin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa taala, kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe thot i shkel dispozitat e tij, urdhrat e tij, obligimet e tij, thot atë e shtije në zjarr të përjetshëm, e për të është një dënim i rënd. Suratul Nisa ajeti 14. Andaj ki kujdes vllaje, ki kujdes i nderuar, sepse të pret zjarmi i xhehenemit nëse nuk i kryen obligimet përballë Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu suratul Jinn ajeti 23, thot nuk kam në dorë tjetër përveç kumtimit prej Allahut dhe përveç shpalljeve të tij. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, thot i tij është zjarmi i xhehenemit, aty do të qëndroj përgjithmonë pa mbarim. Pastaj suratul Nisa ajeti 115, thot kush i kundërvihet të dërguarit pasi është bërë qartë e vërteta dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, thot ne do ta lëmë në rrugë. Dhe më thonë, paramendo, kush i kundërvihet të dërguarit pasi që është bërë qartë e vërteta, ju është ngritur argumenti dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, thot ne do ta lëmë në rrugë që e ka përzgjedh. Vetë ka përzgjedh atë. Atëherë thot çka? Pastaj thot e fusim në xhenem, përfundimi keq është ai. Çka i bie nga rruga tjetër e besimtarëve, i bie nga rruga e sahabeve, thot Ibn Qayyim el-Jauziu. Dhe kush e kundërshton të dërguarin,
pasi është bërë e qartë e vërteta, ndjek rrugë tjetër nga bashkësia e muslimanëve, se bashkësia e muslimanëve janë sahabët, nga ajo e besimtarëve, sebilil mu'minin, këta janë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që dietarët thojnë Kur'ani dhe Sunneti komentohet sipas sahabeve. Mostra për neve apo shembujt konkret janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pikë tjetër është friksimi me përshkrimin e hallit të pabesimtarëve, kriminalëve, thotë dhe se çfarë ka përgatitur Allahu për ta nga dënimi në ahiret. Është e ditur bindshëm se Davexhiu kur i përmend përshkrimet e pabesimtarëve, gjendjen në të cilën ata kur ndëshkohen me dënime të dhenshme, e çfarë Allahu ka përgatitur për ta në ahiret, atëherë kjo ndikon tek dëgjuesi kur ti thret në rrugt të Allahut subhanahu wa taala që të ketë frikë dhe t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala, këtë druajtje, dhe kjo ta detyroj të kthehet tek rruga e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall suratu Zumar ajeti 71-72, e ata që nuk besuan sillen në grupet e xhenemit, e kur arrin tek ai dyert e tij hapen. Dhe roja pastaj kur hapen dyert e xhenemit, roja e tij u thot atyre: a nuk u patën ardhur juve të dërguar? As ju kanë ardhur pejgamber, m'ju kallëzu se kjo kam ju prit. Nga mesi juaj t'ju lexojnë shpalljet e Zotit, t'ua tërheqin vërejtjen, thot, për ballafaqimin tuaj në këtë ditë. Po, thot, na kanë ardhur. Subhanallah. Po, thot, na kanë ardhur. Ata thonë, por fjala e dënimit domosdosh bërë realitet kundër jo besimtarëve, u thot, hyni në për dyert të xhenemit, aty do t'jeni përgjithmonë. Sa vendi keq është ky për kryeneqet. Allahul musta'an. Allahu na ruajt. Atë dit kur delsh, kur ta sheh xhenemin përpara, kanë në të kujtu që i ke kundërshtuar, që i ke luftuar besimtarët, ndërsa Allahu subhanahu wa taala me një hadith kutsi thot, kushdo që armiqson një miktimin, miqt kush janë? Janë euliat e Allahut, janë besimtarët në Allah subhanahu wa taala, thot, unë i kom shpall luft atij. E nëse Allah subhanahu wa taala i shpall luft, atëherë ti mos i ki gale. Problemi qëndron vllazni që na nuk i kemi raportet mirë me Allahun subhanahu wa taala. Muslimanët nuk i kanë raportet mirë me Allahun subhanahu wa taala. Për atë arsye dhe jo muslimanët janë mbi kokat e muslimanëve. Nëse ne i kemi raportet mirë me Allahun subhanahu wa taala, shiko hadithin kutsi. Thot Allah azza wa jall, unë i kam shpall luft atij. Vetëm ndreqi raportet me Allahun. Po i ndreqe raportet me Allahun, mos e ki gale as merak për askë në dynjë. Problemi është që na raportet me to i kemi prish. Nuk po i kryem urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, nuk po i kryem urdhrat e Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe po na vin belat, po na vin çdo sprov apo çdo fitnë po na vjen në mesin e muslimanëve, shkaku i gjunaheve që na po i bëjnë. Po prap Allahu është i mëshirshëm dhe me drejtsinë e tij nuk na gjykon. Se ndoshta vallë pendohemi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza jall, e ata që bën gënjeshtër ndaj Allahut, do t'i shohësh në ditën e Kiametit fytyrat e tyre të nxira. Dhe thot, a nuk është në xhenem vendi i arrogantëve? Suratu Zumar ajeti 60, po ashtu në suratul Hajj ajeti 19-21. Këta janë dy kundërshtar, grupe kundërshtarësh, besimtar dhe jo besimtar, që janë zënë rreth Zotit të tyre, e atyre që nuk besuan u qepen rroba prej zjarri. Pastaj thot, e hidhet ujë val mbi kokat e tyre. Që me atë u shkrihet krejt çka ka në barqet e tyre, edhe lëkurat. Për ata janë edhe kamxhikët e hekurt, subhanallah. Lypin me pi ujë, u jipet ujë valuar. Kërkojnë me pi diçka, ju jipen ato fllëcinat e plagëve të njerëzve. Ky është dënimi për pabesimtarët në ditën e gjykimit.
Allah i ka përmend rrobat e tyre në zjarr, pijen e tyre, ushqimet e tyre, zinxhirët dhe prangat, dënimet dhe trupat e tyre të zmadhuar, ta shijojnë dënime dhe për këtë thot Allah azza wa jall, thuaj të dështuar thot në ditën e Kiametit ata janë që kanë humbur veten dhe familjen e vet. Vini re, ky është ai dështimi i një mend. Edhe nëse je prej mëkatarëve dhe kryen disa prej obligimeve, mundohu që fëmijët tuaj t'i edukosh. Se fëmija yt i edukuar në Islam, nëse bën vepra të mira, bëhet sebeb, bëhet ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Andaj investo sa më shumë fëmin tënd. Investo se ka me t'vyt në ditën e gjykimit. Investo se para derës xhehenamit, para xhehenamit, do të çon fëmija yt për ty. Ja Rab, ku me dërgon prindin tem në xhehenam? Ja Rab, mos e dërgo prindin tim në xhehenam. Bën dua tek Allah subhanahu wa taala, ndërmjetëson. Andaj, edhe nëse ti nuk i lën disa prej mëkateve, në anën tjetër edukoj fëmin tënd. Edukoj fëmin tënd, ku anfusikum wa ahlikum nara. Ruani vetet tuaja dhe familjet tuaja nga zjarmi i xhehenamit, sepse këta bën sebeb në ditën e gjykimit që ti të shpëtosh nga zjarri. Friksimi pastaj me dënim të vetvetes nga urtësia në fjalë, që u drejton neglizhentëve dhe kundërshtarëve, të cilët këmbgulin në mëkate, gjinoat të shëmtuara, është ajo që e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala nga dënimi ku zullumçari e përmend për veten e tij në zjarr. Allahu na ruaj nga, i thot Allah azza wa jall në suratul Ibrahim ajetin 22. E pasi të kryet çështja, të hynë në xhennet dhe të hynë në xhehenam, thot vërtet, thot djalli u mban një ligjërat. Subhanallah. Kur hyn njerëzit në xhehenam, djalli u mban një lloj hudbeje, një lloj ligjërimi. A dini çfarë ju thot? Vërtet Allahu ju pat premtuar premtimin e vërtet. Nuk ka kallësu premtimin. Ju ka tregu nëpërmjet Kur'anit. Ju ka dërgu ligjërues, hoxhallar, thirrsa. Mirë po thot dhe unë vërtet Allah ju pat premtuar premtimin e vërtet, e unë ju pata premtuar edhe që nuk e zbatova premtimin ndaj jush. Allahu ju dha premtimin dhe mbajti premtimin që do të futeni në xhehenam, por unë ju dhash premtime të kota dhe nuk e mbajta premtimin. Po unë nuk pata kurfar pushtetin ndaj jush që t'ju detyroj, nuk ju merr me dorë, më thon bëni këtë mëkat, po erdh vetëm ju përshpëritin kokë. Ju tha bëjeni këtë dhe ju e bët. Shikojni këtë femër të zbuluar, apo bëjeni zinon, apo vidhni, apo përdorni alkohol, apo mos falni namaz, apo ku e diuni mos i kryeni obligimet fetare, veç ju përshpëriti dhe ju menjëherë quat urdhrin e shejtanit në vend. Për atë arsye, ky premtim i shejtanit të bëri që ti të largohesh nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala, për posto që ju thira në rrugën e gabuar. Ju përshpëriti, nuk pat pushtet me të kap për dorë dhe me të çu me bë gjunahin, sepse me pas pushtet që nëpërmjet dorës me dhunë me bë mëkatin, nuk i përgjegjësi tek Allahu. S'ki përgjegjësi, por se vetëm të përshpëriti. Të përshpëriti dhe ti e dëgjove dhe u bëre prej banorëve të xhehenamit dhe thot e ju më përgjigjet, atëherë pra mos më çortoni mua, mos më çortoni, por se thot çortojni vetvete. Çortojni nefsin tuaj, thot unë nuk mund t'ju shpëtoj juve tash. Edhe thot çfarë? E as ju nuk mund të më shpëtoni mua, unë mohoj shëshimin tuaj që ma bët mua, subhanallah. Ju në këtë botë ishit të shoqëruar me mu, shejtani po i thot. Dhe tash unë largohem prej juve. Unë nuk du t'jem me ju. Unë du të shfaqsohem me një aspekt, edhe pse nuk mund të shfaqsohet. Sepse e din të madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu thot Allahu azza wa jall, ata thonë o Zoti ynë, ne na patën mundur të këqijat, u dham pas epsheve të dunjos, dhe thot dhe si të tillë ishim popull i humbur, Zoti ynë na nxjerr prej tij, thot, e nëse gabojmë përsëri atëherë vërtet jemi mizor. Ai thot heshni aty e mos më flisni. Se sikur të ktheheshin në dynjë, prap njeriu është ashtu.
A e keni pa njeriu ç'sh është? Në sprovat më të mëdhaja, në sprovat më të mëdhaja, i afrohet Allahut subhanahu wa taala, o Zot, ja Rab ndihmam edhe një herë, edhe kësaj here. I ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Dhe haron pastaj Allahun azza wa jall. Kështu është njeriu subhanallah. Kështu është njeriu, i haron të mirat që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe largohet. Pastaj thot Allahu azza wa jall në suratul Ghafir, ajeti 10-12, s'ka dyshim se ata që nuk besuan do të thirren dhe do t'u thuhet hidhrimi i Allahut, pse u ftuat, thot të besoni e ju nuk besuat në ditën në dynja është më i madh se urrejtja juaj ndaj vetes. Ata jo besimtarët thonë, Zoti ynë na bëre të vdesim 2 herë dhe na ngjallët 2 herë, e ua pranuan për mëkatet tona, pra a ka ndonjë rrugëdalje? Po kërkojnë pa besimtarët. Thot ky dënim është pse kur bëhet thirrja për të besuar Allah, një ju e mohuat, e nëse i përshkruaj atij shok, ju besuat, shirki bonët, pra i tërë syndimi është në duart e Allahut të lartit e të madhëruarit. Po është Allah subhanahu wa taala suratul Zukhruf ajeti 77-78 thot, dhe ata thrasin, o Malik, let na marr shpirtin Zoti yt. Let na marr shpirtin Zoti yt, i thënë me laçës, se s'mund me bajt, nuk mund me bajt, nuk mundet me duru, nuk mundet me dëru ato dhimbje, ato dënime që kam i pas pa besimtari. Thot ai, thot ju do t'jeni aty për gjithmonë. Allahu Ekber, Allahu na rujt, ju do t'jeni për gjithmonë aty. Pastaj thot, ne u patëm sjell të vërtetën, por shumica prej jush ishin urrejtës të së vërtetës. Subhanallah, e bën një krim, edhe dënoheshin këtë botë 20 vjet. Veç krahasoje 20 vjetëshin këtë botë se çfarë gjendje je, apo po të thot je tërë jetën je me një burg. Krahasoje me botën tjetër, dënim të përjetshëm. Nuk del kur prej xhenemit. Kur hiç nuk del prej xhenemit. Allahu na ruajt. Po ashtu grupi i dytë, friksimi me përmendjen e kërcënimit për dënim dhe ndëshkim për mëkatet përkatëse dhe individuale. Thot ky grup është i rëndësishëm dhe njerëzit kanë nevojë për të larguar nga mëkatet individuale dhe të largohen krejtësisht nga ajo që ua ka përzier mendjen. Po ashtu si anashkalimi i disa gjërave të akidës, namazit, zakatit, agjërimit, haxhit, kushdo që ka mundësi dhe nuk e kryen, po ashtu tërheqja vërejtjes nga mospërfillja prindërve, ndërprerja lidhjeve farefisnore, mbytyja e njeriu që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, mëkateve në përgjithësi. Duhet i largohet njeriu sepse e pret dënimi i dhimbshëm. Kur ti përmend davetxhiu ato nga tekstet e Kur'anit dhe tekstet e Sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të jap rezultat me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Do të jap rezultat tek njeriu i cili ka sinqeritet me Allahun azza wa jall. Thot kjo është temë e gjerë, andaj do të mjaftojmë me përmendjen e disa shembujve. Thot Allahu subhanahu wa taala, bën kufër, thot, mohuan, dolën prej fesë ata që than Allahu është Mesihu biri i Merjemës, e vetë Mesihu Isau i tha, o ben Israil, adhurojnë Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj, sepse ai që i përshkruan Zotit shok. Allahu ja ka ndaluar, haram ja ka bë atij xhennetin dhe vendi i tij është zjarri, për mizorët nuk ka ndihmës. Maide 72. Subhanallah. Sa ju bëjmë davet të krishterëve apo atyre që e lojnë fen, na dhimbsën me një anë, subhanallah. Pelojnë këtë fe madhështore disa njerëz. Pelon këtë fe madhështore, subhanallah. Allahu subhanahu wa taala për tauhidin e Allahut, njëshmërinë e Allahut, po t'i fal gjitha mëkatet. Ndërsa ti po e ndron fen dhe po thu që Allahu ka djalë. Allahu ka djalë. Po i beson Trinitetit, po i beson kryqit, po i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Në më i miri është ai musliman i cili është i mbushur me gjunahe të mëdha, dhe nuk i bën shirk Allahut, në krahasim me një musliman që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala dhe është humanist në këtë botë, siç e thojnë humanizmin ndaj të tjerëve. Ai ndaj Allahut është i padrejtë. Dhe tek Allahu i pari është më i mirë. Ndërsa tek njerëzit e shikojnë se si po sillet me njeriu. Sando që ai sillet me ty, o vllai jam,
çka të nevoj, çka të bën dobi ty? Çka i bën dobi atij realisht nëse ai sillet vetëm me ty mirë? Të ndihmoj diçka ty, pa me Allahun, Allahut po i shpif, Allahut po i thot që ka djalë, dhe ti po mendon se ai është i mirë tek Allahu subhanahu wa taala? Sigur disa musliman kur i shoh, Allahu ja dhash xhenetit filonit, filan jo muslimanit, ai shumë ka bo për Kosovën, ai shumë ka bo për Shqipërinë, ai shumë ka bo për shqiptarët, ai shumë ka bo për këtë dhe për atë. Po ai ka shpif mbi krijuesin tënd edhe të tij. Që kjo është mëkati më i madh. Nuk i bën dobi këtë tjerat, asgjë. Mos i këshyr të tjerët. Por ato gjëra nëse i ka bë të mira, Allahu i jep të mira në këtë botë. Nuk është i padrejtë, por se në botën tjetër është i përhershëm në xhehenem. Po ashtu Allahu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa i përket shembujve të sunetit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Ijtanibu sab'al mubiqat." Largojeni, thot, 7 gjërave shkatrimtare. Mas pari, thot, është shirku, pastaj, thot, është sihri, mbytja të cilën e ka ndaluar Allahu përpos se me hak. Me mbyt një njeriu, nuk lejohet përveç se me hak shteti që e ekzekuton, dhe i dim na kur e ekzekuton shteti për mëkatet e caktuara, ngrënia kamatës, ngrënia pasurisë së jetimit, nuk ka bab, dhe agja ja merr pasurinë djalit vllait vet. Pastaj thot dezertimin nga fushbeteja, janë fushbetej me muslimanët dhe ja kthen shpinën muslimanëve dhe i lën kufart me luftu kundër muslimanëve. Dhe thot shpifja ndaj besimtarëve të ndershme, i thua zinaqare një besimtare të ndershme. Mëkat shumë i madh, mëkat shkatrues. Dhe thot po ashtu ka thënë nuk është përhapur imoraliteti në ndonjë popull që të mallkohen me të e që të mos i godas ata mortaja dhe smundjet të cilët nuk kanë qenë të pasardhësit e tyre. Më thonë, shiko, po të tregon, nëse përhapët imoraliteti, Allahu subhanahu wa taala ka me dërgu mortaj, ka me dërgu smundje që paraardhësit e tu nuk i kanë pas atë smundje. Sida, sifilisi, triperi, gonorea, krejt këto smundjet që në gjenitale, seksuale, këto nuk kanë qenë më herët. Po jenë përhapur shkaku që imoraliteti është përhap. Kur përhapët imoraliteti, Allahu subhanahu wa taala i sprovon njerëzit me smundje që si kanë pasur më herët. Kjo është rregull. Pastaj vazhdon hadithi dhe thot, ata nuk kanë mangësuar peshorën. Njerëzit që punojnë për marketet në ndryshme, që punojnë me tregti dhe e paksen, thot peshorën, i mashtrojnë njerëzit, thot e të mos, thot goditen me thatësi, ja unal shiun, jo kret, si kur mos kishte me pas, fëmi, kafsh, shpens, kish me ndal krejt shiun Allah subhanahu wa taala. Shkaku, thot, nëse te mat, nuk mat, me saktësin peshore, ju bën padrejtësi njerëzve në tregti, Allahu subhanahu wa taala ju çon thatësi me jetë të vështirë dhe me tirani të kryetarit, subhanallah. Ju çon një pris diktator. Që thot Sheikh Albani rahimahullahu taala, nëse doni me hek, thot, diktatorin mbi kokat tona, kryetarin e keq mbi kokat tuaja, thot pendoni tek Allah. E musliman çka bëjnë? I marrin shpatat dhe i luftojnë prisat, sepse mendojnë se problemi është e prisi, a realisht problemi është tek vetja jote. Se Allahu po ta çon një pris të keq, një diktator, shkaku që ti po i bën mëkat Allahut azza wa jall. Për atë arsye. Dhe në kohën e Hasan el-Basriut, subhanallahu, kur u ngritën kundër Haxhaxhit dhe i vrau gjithë ata që u ngritën, a di çfarë thoshte Hasan el-Basriu? Subhanallahu, thoshte, nëse Allah subhanahu wa taala e ka sjell dënimin e Allahut nëpërmjet një prisit keq, një dënum, një sprovu. Thot, a doni me hek, thot, të keqen në mesin tuaj, diktatorin që ju ka dërgu Allah subhanahu wa taala si sprov, a doni me hek, thot, me ndryshu me shpat? Nuk muni. Vetëm me kthim tek feja Allah subhanahu wa taala, me pendim Allah subhanahu wa taala, ose ja merr shpirtin atij, ose e rrezon nga pushteti. Dhe për atë arsye, Allah subhanahu wa taala
Allah subhanahu wa taala humbjen në betejën e Uhudit. Çfarë tha? A ju tha që pabesimtarët ishin sebebi? Ja, problemi ishte te ju, tha. Problemi te ju, se i lanë shigjetarët, 50 shigjetarët vendin e lanë, e thyen urdhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një urdhër, ja Rab, një urdhër subhanallah. Dhe humbën betejën. E humbën, betejën e humbën. Sa urdhra na i kundërshtojmë, sa urdhra na nuk i përfillen, bile dhe lujmë hajgore me urdhrat e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është çështje shumë e rrezikshme, kad kefertum ba'da imanikum. Thot ju keni mohuar pasi keni besuar. Dhe ti po pret Allah subhanahu wa taala me të çu fitore, nuk i ke ndjekur rrugët e fitores. Përdesa nuk i ke ndjekur rrugën, ekuacionin, zgjidhjen, nuk e ke ndjekur sipas rrugës profetike, kur s'ki me pas, kur nuk ki me pas shpëtim ti me këtë rrugë. Që 100 vjet muslimanët luftojnë, që 100 vjet protesta dalin, që sa vjet dalin me bërtime me piskama, nuk ka çlirim të Palestinës. Pse nuk ka? Se nuk janë këto rrugë, vllaje. Nuk po i ndjekim rrugët qysh na ka mësua Allahu dhe pejgamberi i tij, për atë arsye edhe kufarit janë mbi kukat tona. Andaj shikoje problemit e vetja jote. Se kështu na ka mësua Allahu subhanahu wa taala. Lëre punën e kufarëve. Kufarët e kanë punën e vet me luftu islamin. Ti ndreqi punë me ato nalt. Kur sjellin dyshime kufarët, dele dhe sqaron me ligjërata, me shkrime. Mirë po ata atë punë kanë, çdo herë kanë me pas. Se u prishish matematikat atyre. Është normale ato që kanë me të luftu. Çdo herë pala e vërtet ka më luftu, grupi i vërtet ka më luftu, prej palës së kot, grupës së kot. E rëndësishme ti rregulloj punët dhe zgjedhë menhexhin e sakt, metodologjinë e sakt të ndryshimit. Kur ti e ndjek rrugën e sakt, Allah subhanahu wa taala ta sjell një hajër me lenë Allahut azza wa jall. Dhe thot, vazhdon hadithi dhe thot, nuk e kanë prish marrëveshjen e Allahut dhe marrëveshjen e të dërguarit të Allahut, e të mos i mbisundoj Allah me armikun e tyre. Jo nga mesi i tyre dhe ua marrin atë që kanë në duart e tyre, po edhe derisa nuk gjykojnë prisit e tyre me librin e Allahut, thot e të zgjedhin nga ajo që u ka zbritur Allah, do t'u lë mes tyre belan. Nëse nuk gjykojnë me librin e Allahut, Allah ka me shti fesat mesin e muslimanëve, mesin e popullit edhe mesin e prisave. Këto janë lajmet pejgamberike të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe gjitha ato lajme që i ka përmendur kanë ndodhur tek ata që kanë rënë në ato mëkate, deri në takimin e radhës me urtësinë e thirrjes së ilustruar. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.